66.886 është numri i zarfeve të mbërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga shtetasit shqiptar me të drejtë vote, që jetojnë e punojnë jashtë Shqipërisë, ndërsa numri në total i zgjedhësve nga jashtë, të cilët u regjistruan në platformën elektronike PER, është 245.935, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 193.823 është numri i zarfeve të marra nga zgjedhësit, ndërkohë që shteti fqinj Italia kryeson me 29.630 zarfe të mbërritura në KQZ, e më pas renditet Gjermania me 10.431, Shtetet e Bashkuara me 6.477 e Greqia me 6.288. Përsa i përket zarfeve të mbërritur në KQZ sipas qarqeve kryeson Tirana me 13.969, Durrësi me 11.955, Elbasani me 7.517 e Fieri me 5.729. Përgatitja dhe dërgimi i zarfeve me fletën e votimit po zhvillohet në Pallatin e Sportit Feti Borova dhe po këtu do të kryhet edhe numërimi i votave të diasporës, të cilët për herë të parë votojnë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Çdo votues që është regjistruar në platformën PER dhe ka marrë zarfin me fletën e votimit, duhet ta plotësojë e ta dërgojë me postë deri në javën e parë të muajit maj. Ndërkaq zgjedhësit nga jashtë për çdo paqartësi apo ndim mund t'i drejtohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet një kërkese në faqen zyrtare, ku do të marrin edhe mbështetjen e duhur.